Një lëvizje kurajoze e paralajmëruar që do të ndikojë jo vetëm të djathën shqiptare. Ky është leximi që i bojnë analistët Aleksandër Çipa dhe Mentor Nazarko, deklaratës së deputetit Gazmend Oketa për largimin nga grupi parlamentar demokrat. Sipas tyre, tërheqja e Oketës merr edhe më shumë peshë nga vendimi i tij për t'u bashkuar partisë që do të krijojë kreu aktual i shtetit Bamir Topi. Unë aktin e zotit Oketa i lexoj si një shenjë paralajmëruese për problematikën e ardhme që do të ketë koalicioni qeverisës, në veçanti grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Largimi një apo ndoshta edhe më shumë deputetësh padyshim që e vendos këtë forcë në rrethana ekzistenciale me qeverisjen të cilin e përfundon në mandatin e dytë. Ky s'pari është një akt guximi, është një akt dinjiteti. Këtë efekte në zgjedhjen e presidentit. Domethënë ne dimë që zgjedhja e presidentit bëhet me votim të fshehtë. Ne dimë që kjo është një shumicë numrash, domethënë që bëhet me një lloj vështirësie dhe aq më tepër e testuar në votimin e fshehtë apo jo. Rreziku që ajo të çahet është rrezik i madh. Por cili do të jetë elektorati që do të mbledh pas vetes partia Oketës dhe Topit? Gjithë përfaqësuesit e elektorati i pakënaqur nga Partia Demokratike në qeverisjen 8 vjeçare do të kërkojë një alternativë tjetër dhe kjo alternativë në pikpamjen e përfaqësimit zyrtar politik tashmë shfaqet. Tu ka shumë masë gri, e cila shfaqet që në abstenimin, që është pjesë ndërgjegjshme për votën e vet, e cila nuk e shet votën e vet, nuk e shkëmben votën e vet me favoret e pushtetit. Kjo pjesë gri apo jo, unë mendoj që sot duhet të jetë më e motivuar. Në syrin optik të analistëve, krijimi i partive të reja si Alianca Kuqezia apo ajo e paralajmëruar në mars nga Gazmend Oketa i japi një frymarrje të re skenës politike shqiptare, por sistemi aktual zgjedhor pengon një hapësirë më të gjerë për to.